Jemi vetmi vend në këtë rajonin tonë këtu, se me këtë krahasohem, mirë të krahasohemi me Europën, po të flasim për taksa, pastaj nuk kemi fare që të krahasohemi se i kanë nga 50%, nga 60% taksa. Jemi vetmi vend në këtë lagjen tonë këtu në Ballkan që kemi 0 taksën për biznesin e vogël. Dhe ku qeveria është aleati strategjik i çdo njeriu që hap derën e një biznesi të vogël se do të vetpunësohet. Sepse nuk i kërkon as i taks, nuk i kërkon as TVSH. Tani taksën që i kërkon Xhakolli për pastrimin, ajo është tarif pastrimi që do ta paguajë, se ndryshe do i mbulohet dyqani nga plerat. Por ama taks qendrore dhe TVSH 0. Dhe do ta mbajnë 0. Dhe kam thënë do ta mbajnë 0 deri në 2029 dhe do të rritë 0 deri në 2029. Pavarësisht se jam unë, si jam unë. Do ta mbaj Partia Socialiste 0 deri në 49. Dhe nëse s'do jem unë, e vetmi arsye që mund të më rikthej këtu te ju të them çoni tani ti rrëzojmë këta, domethënë Partia Socialiste është po prekën taksën e biznesit të vogël. Ndërkohë që mundësia edhe atyre që janë më të mëdhenj është shumë më e madhe sot se sa që ishte më përpara, megjithëse paguajnë më shumë taksa se që paguajnë më përpara. Kështu që këta janë kundërshtarët tanë. Pengesat për të bërë më shumë për njerëzit, për familjet, për komunitetet, për ekonominë.